gatshëm të bëni kompromis për zgjedhjen e kryetarit të vendit? Janë tërhequr pas 4 ditë për çështjen e verifikimit mandateve, njëjta do ndodhë për kryepallatin. Kërmiset për të marrëdhënie politike, mirë pa jeni të gatshëm të bëni kompromis për zgjedhjen e kryetarit të vendit? A do të dalin një herë kryeministër të ditë me fol për ne ajo? Kompromis për të zgjedhur të njëjtën, sa i përket kryetarit të vendit. Kompromisi është i gatshëm, nuk duhet me pas vonin sikur se ka pas për certifikimin e mandateve. Është e përcaktuar në qartë me kushtetutë dhe gjykimin e gjykatës kushtetuese që kryetari takon grupit më të madh parlamentar, në këtë rast që është divizja vetëdijse. Unë mendoj që kjo është rruga e vetme dhe jam i bindur që sigurisht janë tërhequr pas 4 ditë për çështjen e verifikimit mandateve, njëjta do ndodhë për kryepallatin.